Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me temën tonë të ecësh mbi jurmët profetike. Tema 22, të përqendrohet besimtari vetëm mbi farzet, obligimet që ka ndaj Zotit subhanahu wa taala. Pra çka do të thotë që nëse ai praktikon vetëm farzet, por në shumicën e rasteve nuk i fal sunetet apo veprat vullnetare. Allah thotë në Kur'anin Kerim: "Wama umiru ila li'abudu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim." Dhe ata nuk urdhëruan për tjetër vetëm se t'ia përkushtojnë vetë fen dhe adhurimin vetëm Zotit me sinqeritet, fen e pastër të vetme që adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala, të falin namazin, të japin zakatin, dhe kjo është feja vërtet. Në hadithin e Talha ibn Ubaydullah qal jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, një ditë një burr shkon tek pejgamberi alayhi salatu wasallam min ahli Najdin tha'iru ar-ra'si, pra nga banorët e Nejdit me flokë të shkapurderdhura, yusma'u dawiyu sawti, dëgohesh përshpëritja e zërit tij, wala yufqahu ma yaqulu, dhe nuk kuptohesh çfarë thosh sepse ishin larg, pra dëgohesh përshpërima e zërit tij. Hatta dana fa idha huwa yasalu an al-islam, deri sa afrohet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeste për islamin. Fa qala rasulullah, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Khamsu salawatin fil yawmi wal layla", obligim ke 5 namaze gjatë ditës dhe natës. Fa qala hal alayya ghayruha, a kam të tjera përveç kësaj o dërguari i Zotit? Qala la illa an tatatawwa, jo përveç se nëse ti dëshiron të shtosh, pra vepra vullnetare. Fa qala rasulullah wasiyamu ramadan, ke obligim agjerimin e muajit Ramazanit. Qala hal alayya ghayruhu, a kam obligim më shumë se kaq për agjerimin? Qala la illa an tatatawwa, jo vetëse nëse ti dëshiron. Qala wa dhakara lahu rasulullah zakat, dhe i përkujtoi atij pejgamberi alayhi salatu wasalam zakatin. Fa qala hal alayya ghayruha, a kam obligim diçka tjetër përveç zakatit? Qala la illa an tatatawwa, jo përveç zakatit nuk ka asgjë obligim vetëse ti nëse ti dëshiron. Fa atbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala dhalik wa la anqusu. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq, ta betojmë në Allah, tha ky personi, pra ky burri që pyeti pejgamberin, nuk do të shoj më shumë se kaq, nuk do të shtoj më shumë se kaq dhe nuk do të lëm mangut. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot pejgamberi sallam, tha vërtet shpëtoi nëse ka thënë të vërtetën, pra nëse ai përmbahet një gjë e tillë. Në transmetimin tjetër, dakhala al-janna in sadaq, vërtet do të hyjë në xhenet nëse ai i përmbahet saj. Pra në këtë hadith kuptohet që personi nuk ka kërkuar më shumë, vetëse ti përmbahet shtyllave të islamit, pa shtuar dhe pa paksuar dhe pa lënë mangut. A mundet besimtar nëse është i sinqert të hyjë në xhenet me këtë? Po mundet, nëse ai i përmbahet këtyre gjërave, por ju e dini që shtimi i veprave të mira dhe vullnetare e forcon kalan e zemrave shpirtërore tan, e forcon imanin ton dhe veprat tona, dhe e bën besimtarin që të jetë më i devotshëm dhe më i pranuar tek Zoti subhanahu wa taala. Allahu ne fal gjunat dhe gabimet, dhe ta bërë për njerëzve të xhenetit dhe pasuesve të pejgamberit alayhi salatu wasallam.